Operacioni policor I koduar Fast Reaction, bashkëpunim ndërmjet policisë së Fierit me drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale dhe Zyrës së Ekspertit të Sigurisë pranë ambasadës italiane në Tiranë, arreston 27 vjeçarin që dhunoi bashkëjetuesen italiane në banesën e tij në Cakran, ku e mbante prej disa ditësh pa dëshirën e saj. Autori me precedent kriminal për dhunë në familje dhe për vjedhje u kap në tentativë për të larguar me automjet të marrë me qera. Pas njoftimit të Zyrës së Ekspertit të Sigurisë pranë ambasadës italiane në Tiranë dhe në Departamentit të Policisë Kriminale se një shtetase italiane mbahej pa dëshirë në një banesë në fshatin Cakran nga bashkëjetuesi I saj, I cili dhe e dhunonte shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, të mbështetura nga shërbimet e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacione dhe të koduara nga strukturat përfaqësuese të Italisë për sigurinë në Shqipëri, kanë organizuar punën dhe janë nisur menjëherë në drejtim të zonës së sinjalizuar. Si rezultati veprimeve të shpejta dhe profesionale të realizuara në kuadër të operacionit Fast Reaction, u kap në tentativë për të larguar nga banesa me një automjet të marrë me qera, autori dyshuar I rastit, shtetasi AI, 27 vjeç. Shtetësia italiane ju dorëzua autoriteteve të konsullatës së Italisë në Shqipëri dhe është në gjendje të mirë shëndetësore. Gjithashtu një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Divjak, ku një adoleshente 17 vjeçe, banuese në Divjak, dyshohet se ka konsumuar fotoksinë dhe përpasoj ka ndërruar jetë. Specialistët e Komisariatit të Policisë Divjak I referuan materialet në prokurori për vlerësim. Materialet procedurale për të dyja rastet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.